Një 45 vjeçar është arrestuar në flagrancë në Vlorë pasi ka shkelur procedurat e punës. Mësohet se inxhinieri me inicialet IN ka lejuar derdhje në det të ujrave me përbërje të panjohur duke shkaktuar ndotje të gjirit të Dhrales. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Himar arrestuan në flagrancë shtetasin IN 45 vjeç, banues në Tiranë me detyrë inxhinier teknik i një firme ndërtimi që po kryente punime në zonën e Palasës. Nga veprimet e para hetimore, rezulton se ky shtetas, më datë 5/4/2025, ka lejuar derdhje në det të ujrave me përbërje të panjohur nga zona e punimeve ndërtimore, duke shkaktuar ndotje të gjirit të Dhrales dhe prishje të ekuilibrit ekologjik në këtë zonë bregdetare. Materialet u referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme procedurale, njofton policia. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.